Përshëndetje, miqtë dashur, mirë se vini të Evangeli në analizë. Po këtë video këtu nuk ka analizë, këtë video e kam një lutje për juve, populli im i dashur në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, Preshev, Medveç, Bojanovsk, kush ka drejt votimi. Lutja ime është për juve. Ju kisha lutë, miqtë dashur, vllazët e mi, motrat e mia, që kur doni me votu nesër, mos hezitoni, dilni votoni, por para se me votu, mendoni mirë kujna po ja japni votën. Pse? Sepse vota është e shejt. Vota është për një të ardhme të Kosovës, për një të ardhme fëmijëve t'juaj, për një të ardhme tonë, bi gjitha. Kështu që para se me qitë votën, ju kisha lutë edhe nërë, pa dallim partije, ju jep një votën që do parti. Amoni ju koftë, menoni, kur doni me shkru votën, menoni fëmijën e juj. Menoni të ardhmen e fëmijëve tuaj. Se 20 vjetë ne e dim shumë mirë çfarë të ardhme kanë pas fëmija jonë. Që 20 vjetë ne e dim sa pare kanë marrë fëmija jonë. Në që 20 vjetë ne e dim sa pare kanë marrë nonat Leona. Zero. Leqis kanë marrë, po asë që kanë menu që u duf me dhonë shtesa. Atëherë pëse me dhonë votën atyne. Për këtë arsye po thonë miqtë dashur, unë prapë, por e përsëris, nuk du me thonë, jepja votën këti, jepja ati, qëtë atina. Mendoni për të ardhmen e fëmijëve t'juaj. Kur ju mendoni për të ardhmen e fëmijëve t'juaj, ju e gjoni vetë. Zoti e rujt, Zoti na bekoft, na prifte mbara, miqtë dashur, respekt, ju përshëndes nga Oslo.